Albin Kurti, si një nga studentët brillant që ka mbaruar për elektroteknik prej 9 muajsh, sikurse cikli biologjik për të lindur një fëmijë, i ka futur në vakumin psikologjik pikërisht të gjithë shqiptarët në betejën e vendosjes apo të vetë vendosjes. Është një lojë shumë brillante, diplomatike, politiko-shoqërore që Albin Kurti ka peshkuar trurin në rast parë të armiqve të tij, duke I lënë ata të bien poshtë e më poshtë në ignorancën dhe xhelozinë e tyre. Kështu, shqiptarët e diasporës në 28 dhjetor me lartpamësinë e tyre, sikur ata që shikojnë shahun, kur dy veçë luajnë nuk e kuptojnë pse duhet lëvizur kjo, do t'i japin pikërisht goditen 50+5, që do t'jetë e vendimtare për ardhmërinë e Dardanisë. Armiqtë e betuar të Shqipërisë e dhanë pikërisht mesazhin në veri. Lista serbe e hoqi pikërisht shkruajti Republika e Kosovës. Dhe urat që po ndërtohen, e dyta që po mbaron, dhe fitoria e Faton Pecit, dhe rizgjimi I ndërgjegjes kombëtare që Albin Kurti I bëri pikërisht edhe me hymnin kombëtar dhe flamurin kombëtar, kur ai mban mitingjet partijake, I ka dhënë pikërisht shqiptarëve centilin e atë dhe dashurisë. Kështu do të kemi një betejë brillante në dhjetor. Dhe sigurisht Albin Kurti do të jetë fitues madhor. Por Tirana zyrtare nuk e suporton. Dhe e dini pse? Se Edi Ramës I agrisi letrat dhe hartat. Pikërisht, ishte ai, Jack Smith, që kur Hashim Thaçi do të fluturonte për Amerikë, ta ndaloj njëherë në Hag, me primordial. Sikur nuk I ke mirë ato punë, për të shitur ti pikërisht, atë dheun tënd, edhe tradhtat askush nuk I don. Bota I të shkon madje edhe më rënd. Thuash faleminderit që je në burg.